Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët. Jemi live këtu në Pajgjurmë, ku ditën e sotme si gjithmonë do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pajgjurmë ka vendosur të sjellë dy histori. Në fakt historia e parë që do të jetë historia qendrore, bëhet fjalë për një gjyshe, e cila quhet Shpresa Llukaj, një 56 vjeçare nga Puka, e cila ka qenë vetëm përpara disa ditëve në studion e emisionit Pajgjurmë dhe ishte në kërkim të dy nipërve të saj, ku ajo kishte humbur zholli kontakti me ta që prej dhjetorit të vitit kaluar. Zonja Shpresa, për gjithë audiencën e emisionit Pajgjurmë, kush na ka ndjekur, u përball me disa akuza nga pala tjetër, duke akuzuar djalin e saj se ky fundit kishte ushtruar dhunë dhe ndaj nusja ishte larguar me dy fëmijët. Por ditën e sotme babai i dy fëmijëve të mitur, pikërisht zoti Besart Kadria, ka vendosur të vinë në studion e emisionit Pajgjurmë dhe kërkon që zëri i tij të dëgjohet, pra si prej dhjetorit të vitit kaluar dhe ai nuk ka asnjë lloj kontakti me dy fëmijët e tij të mitur. Unë menjëherë dua t'i përshëndes, zonja Shpresa, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Nuk je vetëm, ka ardhur dhe me djalin sot, është pikërisht babai i fëmijëve, Besart, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Na ke ndjekur kur nëna ishte në studio? Kam ndjekur, po kam qenë në spital, jam u operuar edhe sot, edhe kam marrë nga halli. Jeni sëmur? Po. Jam me plagë akoma. Edhe për këtë nuk isha herën e parë, për atë nuk isha paraqita këtu. Sepse ke qenë në spital. Por sot je në studio për ta rrëfyer këtë histori dhe padyshim për të kërkuar dy fëmijët e tu. Ndërkohë që përballë keni dhe juriste Nexhi Beqiri, e cila po shfleton të gjitha dokumentat që ju keni vënë dispozicion. Përshëndetje Nexhi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. Po shikoj që po shfleton dosjen që të kanë vënë dispozicion. Nuk e di, ka mbaruar procesi i divorcit mes çiftit? Se teksa fola me Besardin para se të hyja në transmetim, më tha që jo, ende nuk ka mbaruar procesi i divorcit. Procesi i divorcit ka mbaruar, është bërë dhe gjyqi në gjykatën e apelit, ka një ndryshim për ditët e takimit. Ditët e takimit, do më thënë, janë si gjithmonë 2 ditë në javë, të drejtën e pushimit e tjerë, do më thënë, këto gjitha janë saktësuar. Zotëria mund të ketë pretendimet e venda, po gjithsesi vendimi ka marrë formën e prerë, që do të thotë është i detyrueshëm si për Besartin, ashtu dhe për nënën e fëmijëve, sepse ka të bëjë pikërisht, jo thjesht me divorcin e tyre, që nuk janë më në martesë, po ka të bëjë edhe me regjimin e prindërimit. Do më thënë, si do t'i kenë marrëdhëniet këta dy prindër me fëmijët e tyre. Dhe çfarë detyrimi ligjor, sidomos, domethënë detyrimi në para, por mirëritjen e fëmijëve. Por kur një baba nuk di se ku ndodhen fëmijët dhe si ta zbatoj këtë vendim gjykate? Prandaj dhe ka kaq shumë letra në këtë dosje, sepse domethënë ka qenë një histori që ka filluar 23-24, vazhdon në vitin 2025, që ka të bëjë edhe me dhunë me familje, ka të bëjë dhe me urdhra mbrojtje, ka të bëjë dhe me ndalimin e Besartit. Por ditën e sotme Besarti do flasë dhe do shpjegojmë dhe anën ligjore, padyshim çfarë ka vendosur gjykata me gjitho vendime që po shikoj që ke në dorë zonja Nexhi. I dashur Besart, unë vetëm një pyetje do të bëj dhe më pas ju kërkoj ndjes. Do kaloni një rast urgjent në Angli për një të humbur dhe do jem pastaj gjithë minutazhin me ju deri në fund të programit. Besart, kjo ndarja me fëmijët e tu, që bashortja të ka penguar takosh të dy djemt, është hakmarrje apo është çështje se është larguar për një jetë më të mirë, ndoshta për të siguruar dhe të ardhmë me fëmijëve dhe nuk ka mundësi dhe ajo të zbatoj vendimin e gjykatës. Domethënë çfarë dyshoni ju? Çfarë e bën? Ajo është që kanë qenë në Gjermani që kur kam qenë, kanë thënë do t'i largojnë fëmijët e tu. Edhe kur isha që u dënova në burg, mu merr një letër nga kancelaria e Shkodrës, nga mikesha e saj, e bashkëshortes time, merr një dokument që të firmos atë dokument që t'ia jap drejtat e plota nënës fëmijëve. Për çdo gjë me heqën mbi emrin e fëmijëve komplet. Unë në atë moment janë hekrat e burgut aty, e ishte ajo punëse sociale që sjell posta, edhe në moment unë ja mora nga dora, se ta firmosha, mi merrte drejtat e fëmijëve. Edhe e mora nga dora, ajo ishin kamerat aty, kur i hapi lexoj, edhe nuk i firmos ato dokumente, nuk i firmos do i thosh. Pastaj në 10 orë u mor në 8 orë. Për të sqaruar pak. Ndoshta ka qenë procesi atëre i divorcit apo ka qenë procesi që atë merrte lejen për të ikur bashkë me fëmijët. Atëherë kërkon një prokuror për t'u larguar. Për t'u larguar jashtë shtetit. Jo, ka hapur gjyq që ka kërkuar me vendim gjykate që të largohet bashkë me fëmijët. Jo, nuk ka hap gjyq për atë punë. Po si? Ajo ka hap gjyq një herë, ka akuzuar mua për dhunë familje. Që unë jam ka qenë një gjyq. Po, jo, kanë qenë shumë gjyqe për këtë punë, se unë i kam anashkelu këto gjëra se nuk e kam bërë veprim. Kur as se bëj kundër një femër, se është mundësisht ta nëna fëmijëve. Por të lutem, unë kam qenë më i dhënë unë aty, ke edhe dokumente. Do na i tregosh gjithë historinë. Do të jap kohën, po vetëm thjesht të bëra një pyetje, mendon e bën në shenjë hakmarrje? Hakmarrje. E bën për hakmarrje, këtu dyshoni. Po. Si ajo si vllai vet, edhe vllai vet ku ishte në Gjermani më ka thënë fëmijët e tu nuk do jetojnë Pukë, do t'i marrën në Gjermani.
Edhe do jem unë Bëhet fjalë për Klismanin. Po, do jem unë babaj fëmijëve tu, ka thonë. Sepse Klismani ka reaguar dhe ditën e sotme nëse ju kërkoni të jeni përballë ti, është e drejta juaj që të flisni me Klismanin. Po marrë i smur me plagë, normal se janë edhe fëmijët e mi, se për ato përvuj për ditë, po unë do të përballem atë se unë kam bërë shumë për ta, dje kanë bërë ben krytin tem, që i kam ndihmuar shumë, edhe pse ishin vjera, pas tarmet sa gjinof me ja përmend gjanat, e kam ndihmuar në për spitalin gjithkund, atë në fund më për një gjamat vogle më për NBS. Ata i kanë bërë leta qërë para se të viju nga Gjermania, kur kam jetu në Gjermani. Mirë, do t'jemi i dashur Klisman, zonja Shpresa dhe Nexhi, por më duhet kaloj vetëm për pak minuta në një rast urgjent, i cili është denoncuar ditën e sotme në redaksinë e Emsionit pa gjurmë, bëhet fjalë për një të ri nga Berati dashumish, një 29 vjeçar me emrin Ervin Muçobega, i cili ka humbur zhollë kontakti me familjarët e tij prej datës 3 qershor. Regjia na ndihmoi me pasaportën televizive të Ervinit, 29 vjeçari, i cili ishte larguar përpara 3 viteve në Angli, ka pasur kontakte të rregullta me familjen e tij dhe në datën 3 qershor, vetëm përpara disa ditëve, telefoni i tij rezultoi fikur dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për Ervin Muçobegën, i cili bashkëtonte me një vajzë shqiptare dhe kjo e fundit është në kërkim të dashurit të saj. Por unë dua të prezantoj një sketë të shkurtër dhe do shkojmë në një lidhje live me Anglinë për të mësuar më shumë detaje për humbjen e Ervin Muçobegës, gjithnjë me shpresën që kushdo që na ndjek, shqiptarët që jetojnë në Angli, që mund të kenë informacion për këtë të ri nga Berati, mund të na ndihmojnë ditën e sotme, por ndjekim një inser të shkurtër dhe rikthehemi. Prej 3 qershorit, familja Muçobega ka humbur çdo kontakt me djalin e tyre 29 vjeçar, Ervinin. I riu nga Berati prej 3 vitesh ishte vendosur në Angli dhe konkretisht në qytetin e Lutonit, ku sipas familjarëve bashkëtonte me një vajzë shqiptare. Kontaktet kanë qenë të vazhdueshme mes Ervinit dhe prindërve gjatë qëndrimit të tij në Angli, por familja asnjëherë nuk e ka ditur punën që bënte dhe kush ishin shokët dhe miqtë që e rrethonin, ndaj sot dyshimet janë të mëdha. Edhe pse familja Muçobega nuk e ka patur të mundur të bëjë një denoncim në vendin ku ka humbur djali i tyre, pasi ai jetonte ilegalisht, ata kanë bërë kërkime nëpërmjet familjarëve, por fatkeqësisht nuk kanë zbuluar asnjë gjurmë të tij. Telefonatën e fundit, Ervin Muçobega ka realizuar me babain dhe nënën e tij pas ditën e 3 qershorit, ku si çdo ditë i kishte përshëndetur prindrit. Nga ai moment, telefoni i tij rezultoni fikur dhe askush nuk e di se çfarë ndodhi me fatin e 29 vjeçarit. Edhe e dashura ka humbur kontaktet në të njëjtën ditë me të dhe kërkon ndihmë për gjetjen e Ervin Muçobegës. Kështu ka shkëputur zhvilloi kontakti me familjen e tij në Berat, Ervin Muçobego dashumish, ky 29 vjeçar, i cili si çdo ditë ka telefonuar prindrit para ditën e 3 qershorit dhe pasi kanë mbyllur bisedën, prindrit kanë menduar që ditën tjetër ta merrin sërish djalin për të komunikuar, por telefoni i tij rezultoi i fikur, ndërkohë që njerëzit të afër, familjarë që ndodhen në Angli kanë nisur kërkimet për të mësuar për fatin e tij. Dhe në këtë moment ne do shkojmë në Londër, do të lidhemi me kushërirën Ervin Muçobegës, do të jetë Eleni në një lidhje telefonike nga Londra, e cila do t'rregojë detaje se si ka humbur kontaktet me kushërinë e tij dhe çfarë dyshon ajo se mund të kenë ndodhur me fatin e këtij të riu në Londër. Dhe e përshëndes Elenin. Eleni, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Faleminderit për sot. Edhe në rast të parë doja të korrektoja diçka. Ervini nuk bashkëtonte me të dashurin. Ervini bashkëtonte me shokun e tij. Faktikisht edhe do më thënë po, vetëm ta korrektonin, po faktin se ka video. Por gjithsesi ai ka pasur një raport, një lidhje në Angli, le të themi edhe e dashura nuk ka kontakte, dhe ajo s'ka informacion. Po, por nuk do më thënë nuk mund të kontaktojmë të dashurin dhe nuk e dim se kush është të dashur. Ju nuk keni informacion. E qartë. Atëherë të lutem. Ka pas një lidhje, po nuk e dim se kush ka qenë. Tani Ervini ka lindur në datën 29 shtatorin në 1996, ka jetuar një lutën në Londër dhe ka ardhur në Mbretërinë e Bashkuar 3 vite më parë. Edhe njëherë, në çfarë vendi jetonte në Mbretërinë e Bashkuar kushëriri juaj Ervini? Në Luton. Në Luton. Atëherë ai kishte 3 vite, sipas të dhënave që ne kemi, që jetonte në Angli. Po. Në këto 3 vite e dashur se ju jetoni në Londër. Po. Ju keni pasur kontakte të rregullta me Ervinin dhe ai ju ka treguar se qëran e banesës e ndante me një mikun e tij shtetas shqiptar?
E di këtë gjëna fakt që kanë dalë më vonë, nuk është se kemi pasur kontakte shumë të rregulla. Të them drejtën, unë nuk kam qenë shumë e afër me Ervinin personalisht. Ervini ka pasur më shumë lidhje me Imat. Por unë jam futur të kjo çështje më vonë, që unë kam një background domethënë legal me juridikun këtu në Angli, dhe jam ajo që ka marrë çështjen dhe ka raportuar çështjen në polici. Atëre, të lutem, keni mundur do të flisni me miq, shok, persona që Ervini kishte kontakte aty në Angli ku jetonte? Çfarë kanë treguar miqtë e tij, domethënë si është larguar ai nga banesa? Atëre, ai u pa për herë të fundit në datën 3 qershor në 1000, të këtij viti, në lutën rreth orës 12. Regjia, të ndihmoj me audio, se kam vështirë ta dëgjoj Eleni në këtë lidhje telefonike, ta kem audion më të qartë në studio. Po, Eleni, edhe një herë të lutem. Po, ai është parë për herë të fundit në datën 3 qershor, ka dalë në 21 lutën ku ishte me shokën e tij. Nuk besoj se mund t'i përmend emrat fiks, po emrin e kishte Tajar dhe Elvis, dhe ai ka qenë në shtëpi me këta persona. Ai tha se do dinte për një cigare, dhe domethënë pasi ka dalë për atë cigare nuk është kthyer me as edhe një herë. Sipas të veneve që kemi deri më sot, këta dy shokët pretenduan se kishin raportuar zhdukjen e Ervinit te policia, por kjo gjë ishte e pasakt, sepse domethënë nuk ishte bërë një raport zyrtar deri në datën 10 qershor të 2025, kur u raportuar zyrtarisht i humbur nga mua prej kërkesave të familjes. E qartë, Eleni, ju vetë keni folur me këta persona, me zotin Tajar dhe Elvis, dy persona që dyshohet se kanë jetuar me kushuririn tuaj, keni folur vetë personalisht për të mësuar detaje më shumë, për të pyetur çfarë pune bënte Elvisi në Angli? Dëgjoj, konkretisht domethënë e di sikur për fat të keq Ervini më duket më gjanë se është marrë me raporte ilegale. Konkretisht nuk e di fiks se çfarë kanë qenë, por policia domethënë është në kërkim të këtyre fakteve, dhe kam folur me këta persona, por nuk është se shumë njerëz të japin informacion, thonë që thjesht ishte në shtëpi, ka dalë për të pirë një cigare, edhe thjesht nuk u kthye me asnjëherë. Kur jam pyetur këta persona nëse ka pasur ndonjë problem, domethënë me ndonjë njeri, ose nëse kanë parë diçka, sepse normalisht kur Tajari jetonte me Ervinin, mendonin se do të dinte diçka, por nuk na kanë dhënë as edhe një lloj gjëje konkrete, dhe kanë thënë që nuk ka një uri të në një fakti. E qartë, e kuptoj. Ju keni të drejtë që dyshoni se dy shok dhome të cilët ndajnë banesën e Qeras, qëndrojnë bashkë në një shtëpi, mund të dinë më shumë për njëri tjetrin, qoftë dhe për oraret e punës, për punën që bëjnë, po ti po më tregon se ata nuk kanë folur dhe nuk kanë dhënë informacione, duke u dhënë përgjigje që nuk kanë djeni. Vetëm ju kanë treguar se kushëriri juaj, fatkeqësisht i humbur Ervin Muçobego, ka dalë në 3 qershor për të pirë një cigare dhe nuk është kthyer më në shtëpi. Por momenti që ka dalë, ka marrë me vete ai sendet personale, kanë fjalën për telefon, para, portofol, gjërat e tij personale, i ka marrë apo i ka lënë të gjitha në banesë? Gjasna ka ikur pas edhe një gjë, ka marrë vetëm një numër telefoni, të cilin ja kemi dhënë policisë, ndërsa një telefon e kishte lënë të shtëpia, të banesa ku këta jetonin. Ndërkohë ju dyshoni se ndoshta kushëriri juaj mund të jetë marrë me punë të jashtëligjshme në Angli, dhe ky mund të jetë shkaku kryesor edhe i humbjes përgjatë këtyre ditëve, dhe ne urojmë që ai të jetë shëndoshë mirë dhe të lidhet sa më shpejt me familjarët e tij. Për fat të keq, po, por nuk di asnjë gjë për me siguri, e kupton. Të gjitha këto janë nën hetimin e policisë. Ndërkohë është bërë denoncimi, ju po më tregoni që keni bërë denoncimin në Angli, ndërkohë policia ka nisur kërkimet, dhe në skedat e policisë aty, a ishte emri i kushëririt tuaj Ervin Muçobego përpara se të humbiste? Jo, nuk ishte, domethënë, jo në shtetin në polici, por ishte në procesin për të marrë dokumentat, nuk i kishte dokumentat fiks, por ishte në rrugën për të marrë dokumentat, edhe
Policia ka treguar deri në sot që telefona 2 numrat e telefonave të tij, domethënë kanë pasur pak aktivitet, por nuk është se kanë ngjyrë konkrete, jo shumë. Llogaria bankare e tij nuk ka pasur as edhe një lloj aktiviteti, nuk janë përmirësuar lekë, domethënë nuk ka pasur aktivitet që të na tregojë që është që nga dita që ka humbur, po më tregon. Po. Ndërkohë, nëpërmjet policisë a janë zbuluar telefonatat e fundit të Ervinit, ndoshta ato telefonata ndihmojnë dhe vetë policinë aty për të zbardhur ngjarjen. Po janë akoma në kërkim të këtyre gjërave dhe po shikojnë për çdo mundësi të mundshme që të shikojnë nëse ka ndodhur diçka, janë në kontakt me njerëzit e fundit që kanë pasur numra, edhe po i përgjojnë për momentin që të shikojnë se ku ka qenë. Po mundojnë të gjejnë kamerat, sepse Londra ka shumë kamera referohet, por nuk është se kanë gjetur as edhe një lloj konkrete deri në ditën e sotme. Ne po japim foton e Ervin Muçobegos, 29 vjeçarin nga Berati, gjithë me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim të drejtë për drejtë, ju bëjmë thirrje gjithë shqiptarëve, por edhe dy miqve të tij, Zoti Tajar dhe Elvis. Të paktën ju keni mësuar se 2 persona, 2 shtetas shqiptar me emrin Tajar dhe Elvis kanë ndarë shtëpinë me qira, pikërisht në Luton, në Angli, aty ku ka jetuar Ervini. Nuk mendoj se Elvisi ka qenë në shtëpinë me qira, ka qenë vetëm Tajari në shtëpinë me qira dhe Tajari momentalisht, domethënë po asiston me policinë. Ka thënë diçka sipas tij që ka ditur. Gjithsesi ne ju bëjmë thirrje të gjithë tyre shqiptarëve të cilët e kanë njohur Ervin Muçobegon, që ka humbur kontaktet me familjarët e tij, që prej datës 3 qershor janë të lutur, qoftë anonim të lidhen me studion e emisionit Pa Gjurmë. Unë vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Eleni, por me familjarët e vet, ndoshta ka treguar diçka, motra vëllezër, nënës, babait, përpara se të humbiste, ose ka lënë diçka që familjarët kanë dyshuar në telefonatën e fundit, ka shprehur ndonjë shqetësim vetë i riu? As edhe një gjë përveç të faktit se ishte shumë i stresuar, se punën nuk i vinin mirë, edhe se me sa kam kuptuar në shumë biseda. Asnjë gjë nuk i ishte në vit, domethënë në shtëpinë nuk ishte shprehur as edhe një lloj ankese, kështu që këta shtëpisë nuk ishin asnjë farë dyshimi që do të ketë bërë diçka vetes ose se diçka nuk shkon të mirë. E qartë. Ndërsa këtë nuk më shokët edhe me njerëz të interesuar, e thjesht vetëm një gjë që është bërë e ditur është se Ervini ka pasur thjesht shumë probleme me anksin edhe me stresin edhe ka shfaqur. Problemet e shëndetit të tij ka shfaqur për sa i përket ankthit. Problemet e shëndetit mendor, po. Unë uroj dhe shpresoj që mos këndodhur asgjë e keqe me fatin e këtij 29 vjeçari dhe ne do të jemi dhe në ditët në vijim për të vazhduar kërkimet tona, çdo informacion që do vi, patjetër do të njoftojmë me dashur Eleni. Kush është mesazhi që do përcjellje besoj për shqiptarët që jetojnë në Luton të Anglisë, ata që mund të na ndihmojnë me informacione, ata që e kanë njohur Ervinin? Ju lutem, zakonisht në shqiptarët kur ndodhin raste të tilla, mbledhen me gjithë bashkë ta ndihmojnë njëri tjetrin, nëse keni çfarë lloj informacioni që mund të na ndihmojë, ose ju tregoni emisionit ose mund të shkoni tek GoFundMe page që kemi krijuar dhe mund të shikoni referencën e policisë atje dhe të kontaktoni policinë dhe nëse nuk doni që na kontaktoni ne. Çdo lloj detaji mund të ndihmojë familjen sepse ata janë vërtet në një ankth shumë të madhe dhe në pritje për çfarë do lloj informacioni. E urojmë që të zbulohen gjurmët e këtij të riu. Të falenderoj Eleni dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit shumë edhe ti Odeta. Faleminderit Eleni. Mirë, nga historia e Ervin Muçobegos dashur miq, ne do të ndalemi, do të shkputemi për një këshill mjekësore dhe rikthehemi në studio për të vazhduar me historinë e një babai që ka humbur kontakte me fëmijët e tij që prej dhjetorit të vitit kaluar, vetëm pas pak.
Mirë, jemi rikthyer në transmetim të dashur miq dhe jam në studio me Besart Kadria, një baba i 2 fëmijëve që ka humbur çdo kontakti me ta, që prej dhjetorit vitit kaluar ish bashorti është larguar nga Shqipëria dhe ky baba dhe pse ka një vendim gjykate që ka të drejtat e takimit me 2 fëmijët e mitur, prej dhjetorit nuk i takon. Ndërkohë jam dhe me nënën e tij me zonjën Shpresa, ajo që ka denoncuar për herë të parë historinë në studion e emisionit Pa Gjurmë, por edhe me juristen Nexhi Beqiri. Ndërkohë i dashur Besart, unë të pyeta nëse ke arritur ta shikosh emisionin Pa Gjurmë momentin ku nëna juaj u përball me ish Kunati nëpërmjet disa mesazheve që ai dërgoi, reagoi nëpërmjet disa videove, po ju më thatë keni qenë në spital. Ne kemi bërë një përmbledhje të shkurtër, një kronikë që ka përgatitur gazetarja jon Klaudia dhe do ta ndjekim së bashku për të kuptuar dhe ju çfarë ka thënë ish Kunati juaj në drejtim të emrit tuaj. Faleminderit. Një gjyshe në kërkim të nipërve të saj të mitur, me të cilët nuk është takuar për disa muajsh, është kjo historia që kemi trajtuar disa herë në studio, e rrëfyer nga Shpresa Lukaj, 56 vjeçarja nga Puka. Me 17 dhjetor, aja është duk nga Puka, nuk dihet se ku është. Është e 3-ta vjet që ne nuk bëjmë detlinje me të. Unë sa herë se del në rrugë, i shoh të gjithë gjyshet edhe nanat i shoh me niprat e vet, unë e kam tishin një nanë si unë jo kam bë venin edhe nuk kam drejt t'i takoj ose të flas me to, unë asaj i pridurt, nuk është se ashtu. Por jam një nanë si unë kam bë shumë për to, jo vetëm për niprat, po edhe për nanën e tyne. Kjo histori ka zanafillën që në vitin 2022, kur nusja e shtëpisë largohet me 2 fëmijët e mitur, duke u ndarë nga bashkëshorti Besart Kadria. Mes tyre lindën mosmarrveshjet dhe për shkak të tyre ata u ndanë fizikisht. Nusja me 2 djemt shkoi në Puk, ku qëndronin te familjarët e saj. Ka ndërmarrë fëmijët të flenë me babain e tyre. Djali ka shkuar. Ka shku me i marë edhe ka djali madhë. Ka bërtit i vogli, si ka dishë i vogli mikmet. Ja, ka djale ama e nusës. E ka shajt, e ka shtu, pëse e kanë gjujt. Djalin tuaj. Po, dhe ato matë gjujti që kanë bërë dhe kanë kërcnu djalin, ka lejmu policin. Dhe ato e kanë tërtru dhe policia mrajna djalin në polici, me që ti panër gjitha ato që ati deklaruaja. Pra, le të themi, ju po tregoni që djali juaj shkoi të merrte fëmijët dhe u dhunua nga ish njerëzit e nusës dhe këta të fundit kanë bërë një denoncim në polici duke akuzuar se ky ka ushtruar dhunë ndaj tyre. Ndaj tyre. Po, çështja kaloi në gjykat. Kaloi në gjykat. Djali juaj Jole u fut mrena. U dënua? Po. Sa burg ka bër? Ka bë 6 muaj. Pra është dënuar për dhunë në familje me 6 muaj burg. Po. Gjatë transmetimit të datës 26 qershor, vëllai i ish nusës reagoi duke treguar një tjetër variant të historisë, akuzat të cilat 56 vjeçarja i hodhi poshtë duke shprehur se nusja i ka bërë të gjitha për të futur djalin në burg. Gjë transparente për ju, për publikun, por dhe për vetë familjen Zenuni, unë dua t'i lexoj këto mesazhe, regjia do na ndihmoj. Unë quhem Klisman Zenuni dhe jam vllai i Sidorela Zenunit. Unë do t'ju tregoj versionin e sakt të kësaj historie. Motra ime ka ikur nga shtëpia pasi çuni i kësaj kishte filluar kokainën dhe kishte borxhe nga shumë njerëz. Kur kena bo analizë nuk ka del për punë droge, po ka del për punë alkooli. Djali na ka shtruar në spital për pije alkoolike, për pije alkooli. Ka qenë përdorus i alkooli. Kjo është fotoja. Asa e ish nusës e cila ka fotografuar pjesën e trupit kur është dëmtuar duke akuzuar djalin tuaj se ka qenë ai që e ka lënduar dhe e ka dhunuar. Saja ka bo vetë me dorën e vetë, saja bo me cik me dorë, aja kishte një gjanë si u baj ka fillë. Sot, Shpresa dhe Besardi kërkojnë me ngulm një kontakt me 2 fëmijët e mitur. Shpresa, jeqet? Se teksa po dëgjonim kronikën, pash që edhe Besardi u irritua nga fotot që u dhanë, por edhe ju po lotonit. I dashur Besard, kjo është reagimi me pak fjalë të themi i ish kunati tuaj, i cili ka treguar se për shkak se ju keni qenë përdorues i lëndëve narkotike, ai e mori motrën dhe 2 fëmijët për t'i siguruar jetën në shtetin gjerman. Kjo është të paktën arsyeja kryesore që ai e ka treguar dhe mbi të gjitha ka rrëfyer që motra ka qenë e dhunuar, ku solli dhe një foto ku ne kemi bërë blur për të qenë korrekt, por ajo foto unë e kam parë edhe në zyrën time.
le të themi dhe të jemi sinqert me çdo rast, unë nuk bëj askënd, është një e gërvishur te pjesa Ajo foto, falë zonë ditë, ajo foto ka para 6 vjeç. Po, për të foto bëhet fjalë. Dhe kemi një gërvishje pikërisht këtu. Po, atë ja ka bërë djali i madh, kur ishte në kopsht. Edhe aty jam kanë banesë me qerat që e kam largu nga familja ime, nga nana këto, se nuk më shkoshin mirë, si vjera me nusën, jo pse s'keni bërë punë të kështu, dola në shtëpinë veti. Unë punosha në Port Durrësit, kurse nusë bashkëshortja ime, ish bashkëshortja ime, rritë me fëmijë. Ti pretendon që këtë foto ajo ka përdorur përpara 6 viteve? Po, e ka përdorur duke të akuzuar të përdhun. Për akuzuar mu përdhun. Edhe ke edhe të dokumentat që çka ka thënë mjeku ligjor që shehe ka pas, nuk e ka pas ta shehen aty, por e ka pas të supi thoj. Tu. Po ora ka një skuqje e vogël. Po atë skuq nuk ka skuqje, ajo është gërvishme, ajo si në foto, skuq. Po, kjo është e gërvishur, është e gërvishur se kam parë unë foton. Skuqje dore këtu, vetëm se ka sheh dore, kupton? Jo gërvishte, si e kanë nxjerrë ajo aty. Më dhënë kam shenun, si kam edhe dokumentat nga mjeku ligjor, nga shefja më pas. Çfarë ndodhi? Mund të na i tregosh të lutem? Po punë xhelozia i na. Pse ndodhi divorci? Pse u ndat? Unë punosha në Port Durrësit, agent doganor. Po. Edhe atëherë kisha shumë të ardhura, shumë të mira. Ishim në banesë me qerar, ishim qetësinë tonë, dishim i herë 3-4 ditë në për restorante, ku do ta jap, pushime në për Europë ku ka desh, herë në fundit i bleva makinën, i dha shkollën e lartë, normal sa është nëna fëmijëve të mi, e shoha me pushimet e motrave në Itali, 2000 euro ja dhash edhe me veti, merrte telefon. Pra, bënit një jetë të mirë. Një jetë shumë të mirë. Po, në Puk, me shkusat në Puk, me pyet për ne, habitën gjithë Puka si ka mundësi që këtë dy janë da. Se nëna juaj më tregoi që ju jeni dashuruar, jeni marrë me dashurimi njëri tjetrin, që të vegjël, që fëmijë. Jeni rritur me njëri tjetrin. Kurse dajeve që i thotë mesazh, përdorus kokainën nuk kam qenë, unë kam shku te spitali për hyrë, mi u bë shefin këty, nëse nuk jam përdorus kokainë, kam pi alkol pinë çdo me shkollë fermat pin. Por pse erdhi divorci? Pse u ndat? Divorci nga xhelozia saj, se unë punosha në Port Durrësit. Edhe kur punosha në Port Durrësit, vishin makinat për më u bë doganat, edhe vishin nga bari, nga Ancona, edhe vonë orarët. Shkosha një majt natë, 2 majt natë. Ajo me natë se unë shkoj me femra të tjera. Edhe nuk kam shku kurrë me femra të tjera, si lloj provë, e kanë gjitë vetëm fjalë kokë. Kto pastaj fillun nana vetë të ndërhyjnë në familjen tonë, se u afrova afër familjes së saj, erdhën ndërhyjnë në familje tema, ajo të mes shiftit, edhe i thash një herë, mos ndërhyjmë në familjen tonë, ose shif punë të juaja, mos hajde më në shtëpi pa të thënë. Mos në hymë, mos e jetën apo i shmardhani, i thash. Pastaj, fillun debatet e konfliktit shumë, unë vënësha. Një ditë unë... Pra, le themi, xhelozia ishte shkaku i ndarjes tuaj. Dhe kur jeni ndarë ju? Kur u largua përfundimisht Sidorela me 2 fëmijët? Para 3 vjeç i bjen në tetar, me 22 tetar. Ajo vendos të largohet dhe mos të tet më tek. Unë kam qenë me vllajën te banesa jeme, shtëpi, jeni kanë gjumë sallon, fëmijët e mi kanë ish për shortën të dhoma gjumit. Edhe kur qëm 7 mëngjesit tu nga gjumi, për të bërë gati me i punë, shofën të dhoma gjumit që s'janë fëmija as ish bashkëshortja ime. Kështu ka ikur pa të njoftuar të lanë në gjumë dhe iku? Më ka lanë gjumë dhe ka marrë lek të shtëpia, lek të edhe të punës, që mu bërgjë, me kënë bërgjë, unë në kishtë të lanë kushara dhe sot. Unë jem të e bërë prap jetën që e kam bërë dikur edhe me ata. Unë e njeko prap shefin të edhe nënës të eme, si lagë kuj familjes me mungu kur asë si gjanë, që për më shini edhe vetë. Ajo në që se ka vujt, këtë jetën e luksit e ka bërë ajo. Edhe kur ka arë motra vetë, sa herë vite motra vetë, me familje vetë i qesha në për restorante, ja ku janë. Motra vetë ka qenë të u divërcu me burën e vetë për punë borgjësh në Itali, kanë kërku mu lek, borgjë, për me mëllë borgjë që lutë e bizgjës ishë bazgjane ku jem, janë edhe me Western, ja kam nisë lek 1000 euro, edhe më kanë thënë të nisi mas i mush, i kam një mu, po jemi mi bo këtë zgjana, mirë më dhe mu dana me bashkëpunim, po jemi më largu fëmit mu. Besart, e kuptoj, nuk shkoj marrëdhënia juaj, sa vite konsumohet martesë bashkë? 13 vjet, 13 vite, dhe se është edhimshme, 13 vite të sillesh një 2 fëmijë dhe t'japësh fund martesës. Pas 13 vite i dhat fund martesës, ajo ikë në Puk tek shtëpia e saj dhe gjykatës për divorc kush i drejtohet? Ju apo Sidorela? Dhe gjykata shkalla e parë vendosi. Kujdestaria. Ishte hapja e seancë, pastaj nuk u paraqitet më për ky gjyq. Jo, nuk është. Së shpresit më, hapja seancë për punë divorci. I qartë, ai nuk u paraqit, s'ka rëndësi kjo gjë, ka qenë herën e parë, ka qenë avokati i saj që e ka vazhduar dhe gjykata vendosi. Edhe atë avokat fal që e ka pas, është kap me ta, janë zim bash, pastaj ngeli pa avokat, pse se si pëlqeshin mënyra e Pse çfarë kërkonte? Kërkonte për me mi marrë drejtat e fëmijëve komplet vetë. Ti ishte të drejtat e prindërimit. Edhe në bien. Atleta më ka sjellë edhe te burgu mu. Po pse? Ta pyes pak zonjën Exhi se shumë raste më kanë ardhur. Arrihet që një nën të fitojë një vendim gjykate të jeshi dhe mbiemrin fëmijëve të babait dhe t'ju japin mbiemrin e saj? Domethënë arrihet deri ajo bëhet kur ka arsye madhore për të ndodhur një gjë e tillë. Nëse për shembull babai është
ekstremist. Drogmen është një kriminal, është në burg i dënuar për vitet tëra që s'mund ta ushtrojë prindërimin e vetë, pra s'mund ta luaj rolin e vetë si prind, kur është bashkëpunëtor fut fëmijët në një krim, pra e bën bashkëpunëtor fëmijën e vetë, atëherë direkt ligji parashikon që t'i hiqet kujdestaria. Kjo ndodh. Hiqet kujdestaria dhe e merr kujdestarinë e plot e merr nëna. E qartë. Por edhe mbiemrin mund t'ja heqi një nënë, dhe t'japi mbiemrin e saj. Këtë gjë ka kërkuar bashortja, ish bashortja e Besardit. Jo, mbiemrin nuk ka si ai sepse babai biologjik është ai. Po kujdestarin mund ta heqi, po Edhe mbiemrin ka dokumenti, mua më ka thënë. Ka kërkuar ajo. Ka kërkuar, ka me dokument mu të burgu. E ka ndihmu kancelaja Shkodrës, po Valbona Sulimani, e ka ndihmu se ka mikesh detën, se unë jam kanë shku me nenin 130D, kur kam shku në Shkodrë, mu kanë ndryshu nenin, ma kanë bën nenin ma të rëndhun, se ka pas miste vet ajo. Shikon, bashkë me komisariat në Puk. Qofse babaj është futur në një krim që mbiemri ti paraqit probleme edhe në publik, edhe kur fëmia do vazhdoj shkollën e tjerë, po bëhet fjalë për kriminal të rrezikshëm, raste që janë shumë të rralla, që nëna për t'i mbrojtur fëmijët gjithnjë në këtë kuadër, mund të hiqet ky mbiemër. Situatë mos të ndikohen, bullizohen, mos të kenë mbi shpinë një njollë të tillë mundet, por në kushte normale që babai u dënua vetëm 6 muaj burg, ose 1 vit e 15 ditë me vendim gjykate dhe pasaj me gjykim të shkurtuar ka bërë 6 muaj burg, edhe që ka dyshime vetë personi që nuk është, do më thënë, autori dhunës, po ka qenë një dhunë e ndërsjellë, të dy palët, si thuash, kanë bërë ushtruar dhunë ndaj njëri tjetrit, nuk besoj si gjykata do binte në atë vendim që ti ishte këtë pretendon Besard. Të lutem, Besard, se ne ndiqemi në transmetim live. Ti pak më parë the që ish vjera ndrynte në punë të mia. Si quhet ish vjera juaj? Floria Zënuni. Sepse ajo në këtë moment është duke na ndjekur dhe ka telefonuar dhe kërkon që të jetë në këtë transmetim live. Më lejoni ta përshëndes zonjën Florie? Përshëndetje s'kena. Zonja Florie, përshëndetje nga Tirana. Vetëm të lutem, do ta ulësh zërin e televizorit, mos të humbasim minuta televizive dhe më dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit. Atëre, më dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit? Po, patjetër. Atëre, je duke na ndjekur në këtë transmetim live dhe jam me ish dhëndrin tuaj, me ish krushkën tuaj, të cilët kanë denoncuar vajzën tuaj se kjo e fundit është larguar me 2 fëmijë dhe ata nuk kanë asnjë kontakti me 2 të vegjëlit. A mund na tregoni se si janë fëmijët dhe ku ndodhen? Fëmijët janë mirë. Se ku ndodhen nuk e di as vetë, se nuk kam komunikim me ta. Pse dhe ju keni humbur kontaktet me vajzën dhe fëmijët? Kontaktet, djali dhe vajza tjetër kontaktojnë me te, kurse unë nuk kontaktoj me te. Por pse, çfarë? Keni konflikte se tani nuk është normale dhe kjo gjë që fëmijët janë mirë, por unë s'kontaktoj. Tani tregoni dhe pak serioz. Nëse ju nuk doni të tregoni vendodhjen, më mirë thoni në transmetim nuk dua t'i jap një adresë, se nuk jam autorizuar, por jo dhe kështu të na gënjeni sy për sy. Se nuk shkon, besoj unë. Të lutem shumë, më fal, nuk po të gënjej, se s'kam arsye të gënjej. Po ju që publikoni edhe kanë dalë aty të ulin figurën e vajzës time, të timen dhe të familjes Zënuni, sikur nuk me duket e arsyeshme. Atëre, unë jam një gazetare që gjithnjë jam në pro grave të cilët, në mbrojtje të grave të cilët janë të dhunuara. Të gjitha dokumentat që na ka vënë në dispozicion ish dhëndri juaj, i cili është dënuar për burg dhe çfarë ka reaguar djali juaj Klismani, çfarë ka treguar, zëri i tij është dëgjuar në këtë transmetim. Dhe unë po e përsëris dhe vazhdoj ta përsëris. Unë jam këtu në këtë dritare të Report TV që zëri qytetarit të dëgjohet dhe kur kemi një palë që akuzon një palën tjetër, unë sa herë kërkoj dhe palën tjetër. Ndaj të falenderoj që ti more në telefon dhe do na sqarosh dhe je përballë ish dhëndrit tuaj. Unë nuk dua të hyj konflikteve. Çfarë ka patur vajza juaj dhe ish dhëndri juaj? Ajo që unë dua të bëj pyetje është, pse vajza juaj i pengon fëmijët të kenë kontakte me babain, kur atit ja njeh gjykata? Ka një vendim gjykate që gjykata i ka thënë çdo të të çdo jave ke të drejtë të takosh fëmijët. Më fal pak. Po. Të lutem shumë Odeta. Gjykata ka vendosur edhe që ti takoj 2 herë në javë se ka pas, të martë dhe të ejte. Po, ma je pa të vendim, të lutem, ta kem dorë. Po. Edhe aty në pranin tuaj
ka deklaruar që nuk i kemi takuar, nuk i kemi marrë fëmijët. Po. Fëmijët i kanë marrë sa herë kanë dashur edhe jashtë orareve, edhe jashtë ditëve që i kanë pas përcaktuar nga gjykata. Jo, të lutem. Kur e ke takuar 2 djemë për herë të fundit? Për herë të fundit dhjetor, me 1 dhjetor. 1 dhjetor 2024. Po. Pra, nga 1 dhjetori 2024 dhe deri më sot që vjen 7 muaj, ky baba nuk i ka takuar dhe për këtë kohë po flet. Jo, nuk i ka takuar. Nuk i ka takuar, po të lutem shumë ato të sqarojnë se si kanë qenë rrethanat që vajza ime është detyruar të ikin nga shtëpia, të marrin 2 fëmijë ose të mbytet në ujë me gjithë fëmijët për gjërat që i kanë shkaktuar ato, ose të largohet nga Shqipëria. Nuk ka pasur rrugë tjetër. Se ndihesh e kërcënuar. Ka qenë shumë e përcënuar. Ju duhet të verifikoni gjykatat, duhet të verifikoni në polici, gjithandej se si ka... E kërcënuar nga kush? Nga ish burri? Nga ish burri, nga ish punati, nga gjithë ka qenë e kërcënuar. Falë deta, i ke dokumentat që i ka parësit edhe bashkia, se s'kam bërë se le konflikti, çdo herë ka marrë fëmijët nëpërmjet policisë të gjithëve. E ke nga bashkia plus që ke socialit atë. Më fal pak, Besar. Më fal pak, Bes, se kemi... Nuk i qenë në këto pika që ki shku të shi, se kur shkon e qënë vetin në ato pika, si e ki qu ti, edhe vajza ime ta ka dhënë shansin, është kësy edhe një herë, se ti, ku ki qenë ti me ka 2-3 ditë e nes, telefonat e fikem. E sarova këtë qështje, unë të dhash qarimin unë të Odeta, këtu, që se e dëgjove më përpara. Jo, më falë pak, se të një gjova pak. Pastaj më fal atë dokumentit që ki thonë ti kur ka ardhur policia se kanë humbur fëmia. S'mjam lajmu si prind me vonesë, se keni bashkëpunim me policinë me punësin social. Pse se ki paraqitë te policia ti atë dokument se është duk vajza nga shtëpia apo se di ku. Ti e di ku është shumë mirë. Unë e di se ku është vajza jote shumë mirë, se kam qenë pizza vet, po ta them publikisht. Te mot të shik. Janë dokumentat që u kam sjell, është edhe avokatja, juriste, nuk e di ç'është. E dashur, gjithë problemi është që vajza juaj, unë e kuptoj shumë mirë, është larguar për një jetë më të mirë për të siguruar të ardhmen e fëmijëve. Jo, nuk është larguar për një jetë më të mirë, se sa ka fillu, Odeta, më fal pak. Po për çfarë është larguar? Sa ka fillu vajza punë, ju mund të vini të verifikoni në qytetin e Turkës. E dashur, gjithë problemi është se si vajza i kanë nxjerr pa një prokur 2 fëmijët e vegjël që rrezikon për këtë gjë. 8 vite burg e ka. Jo, nuk është 8 vite burg. Ka që ka në letë. Është Zonja Nexhi, e cila mund ta i shpjegoj. Kam edhe juristen, po. E dashur Nexhi, përpara se të bëjmë këtë bisedë, edhe zonja që po na pret nga ana e telefonit dhe të kemi kohë në dispozicion, më duhet patjetër të bëj një shkëputje. Më duhet patjetër të bëj një shkëputje. E dashur, më duhet të bëj një shkëputje, do të kalojmë në reklama vetëm pak minuta dhe rikthehemi në studio. Mirë, jemi në studio, ndërkohë që do vazhdojmë sërish përballjen me Besartin, me ish vjerën e tij, zonjën Florie, që e kemi ende në një lidhje telefonike dhe është duke na ndjekur drejt për së drejti dhe kërkoj që të reagojë ditën e sotme në këtë transmetim. Zonja Florie, je duke më ndjekur, më dëgjuar? Po. Atëherë, ishte juristja Nexhi që donte të komentonte dhe ndërpreva fjalën përpara se kalonim në reklama. Gjithë problemi është... Po, zonja Florie. Unë desha të sqarohem pak, për shumë gjëra që kanë thënë ato aty në studio, se të gjitha gënjeshtra i kanë. Ju lutem shumë, paktën mos shpifni, tregoni versionin e saktë. Atëherë, po ju dëgjoj. Edhe si kanë qenë. Po ju dëgjoj, nëse ju pretendoni se zonja dhe zotria që kanë në studio kanë gënjur, kanë mashtruar, atëherë po ju dëgjoj juve dhe i keni përballë, mund t'ia thoni. Të gjitha gënjeshtra kanë qenë. Gënjeshtra çfarë? Që ai s'ka kontakte me fëmijët prej dhjetorit vitit kaluar. Të lutem shumë, duhet të më sqarosh kur ti ke marrë kredi në bankë për të më shëruar burrin tim. Atë që ke ecë ti kur ka qenë me Covid, nuk ta humb askush. Ke ecë, po ke ecë me paret e mia, me lekët e mia. Nuk ke marrë ti kredi në bankë. Nëse kredi në bankë ke marrë për punë tua, për gjërat tua. Për mu, je përballë me mund të flasish. Zonja Florie, unë mendoj që këto janë probleme të cilat nuk kanë shumë rëndësi përpara fëmijëve. Unë e kuptoj që ndoshta shumë gjëra janë thënë ndër 13 vite martesë që vajza juaj ka pasur me ish dhëndrin dhe shumë gjëra kanë ndodhur, shumë gjëra janë zhvilluar, por nuk mund t'i konsumojmë të gjitha brenda një emisioni. Gjithë thelbi janë 2 fëmijët. Do të them Besarit se kur kam ndërhyrë në familjen tënde, vetëm kur më ke quti fjalë, hajde
Zonja Florie, kam marrë të kërkoj për fëmijët e mi, nuk kam marrë me të sharuën ty para shumë vitesh. Unë kërkoj nga 10 orë ku janë fëmijët e mi, një patetu e vajza jote. Të lutem shumë. Ato që i ki ba unë i kam me prova, si kam sjell i ka të bazë shteti, gjykata, nuk i kam sjell unë ato. Edhe i ka juristja në dorë ato dokumenta për i shef që po thuti mashtrime. Duhet shkojnë e t'i sqarojnë gjanat në gjykat. I ki gjitha gjanat i ke në gjykat besar. I ke duhet vinë edhe këto emisionit, shofin, pysin në qytetin e Pukës, kush është familja Zenuni, si është familja Zenuni. Po. Edhe unë e kam sjellë dokument, për sjelljen time. Duhet t'i dish gjitha gjanat se i veti ki qunë ato pika. Zonja Florie. Nuk t'i mohon kokush. Jeni ti me mohu, zira dokument, ti se ta kalon vajza jote kur është duk. Pse si ke parasit polici? Unë nuk kam denoncu si je nana, je gjyshja fëmijëve të mi, se denoncoj për bashkëpunëtore. Kesa të denoncosh musa jo është mosh madhore dhe ka jetën e vetë. Po denoncoj, se vajza jote është në Gjermani, është të Klismang Zenuni. Unë e kam njek privatisht, e di, unë isha në Piza, kam ne 12 ditë në Itali në prill, edhe nuk e kam pa, unë e di shumë mirë, se ka lind djali ema dje, Aroni, e di shumë mirë. Po janë Piza të daja vet, i kam edhe mesazhe tu, provat që Klismang Zenuni ka thënë fëmijët e tu do t'i marrën dhe mund baba i fëmijëve tu. Nuk bëhet kjo Klismani, pa asnjë baba i fëmijëve të mi. Gjanat tua, ti di se si ke qu, po të lutem shumë mos mashtroni, se ajo shenjë që ka Lela në shpatull, është nga e rrehmja jote. Para sa vitesh, mirë, se ka qenë thua e rrehmja ime. Para sa vitesh është ajo? Mos ka gjujt ty. Para sa vitesh? Mos ka gjujt ty. Mos mashtroni. Para sa vitesh është ajo? Zonja Florie, do më të gjosh 2 minuta? 2 minuta do të marrë kohë më shumë. Në respekt të tuaj, të dynipave tuaj, unë do t'jepja një këshill. Në një emision televiziv nuk mund të bëjmë analizën e gjithë historisë të lidhjes bashkëshortore të vajzës tuaj me ish dhëndri që është sot në studio. Interesi i këtij djali dhe sidomos i nënës së tij që është gjyshja atyre dy nipërva, ka qenë që si mundet të mundësohet, pra si është mundur që të takohet babai fëmijëve me fëmijët e tyre. Këtu nuk ndajmë dot, sepse në gjykat bëhen disa seanca gjyqësore, ku shqyrtohet çdo aspekt, domethënë që ka lidhje natyrisht me çështën dhe jo histori rakoti, për të treguar ndoshta kur kërkohet fajësia e çiftit, domethënë kush është ai që e prishi këtë marrëdhënie. Me siguri vajza juaj dhe ish dhëndri juaj nuk e ka kërkuar këtë gjë, pra kush ishte fajtor. Këtë lëm këtë gjë, pra kjo ka kaluar tani. Tani këta janë të interesuar që ato dy nipat tuaj dhe të kësaj zonje që ka ardhur këtu në studio, që është gjyshja e tyre, dhe babait të tyre është si mundet të takoj 2 djemt e vet. E para njerë nuk ka shtet perëndimor, nëse ju jetoni në një shtet perëndimor, nuk e di, nuk ka shtet perëndimor, të cilët të lejoj që një nga prindrit të vendosi se si do prindërohet ndaj 2 fëmijëve. Nuk ka shtet në botë. Ta heq kujdestarin jo këtij, pasaj nëne që i ka marrë arbitrarisht 2 fëmijët, duke shkelur vendimin e gjykatës së shkallës parë, duke shkelur urdhrat e përmbaruesit që unë e kam këtu të nënvizuar, 1-1 që si duhet të mundësoj vajza juaj takimin e 2 fëmijëve me baban e vet, pra nuk ka shtet në botë që mund ta lejoj këtë gjë. Në qoftë se do ishte një shtet i fuqishëm në vendin tonë, që do kishte gjykatat e përmbarimit siç ka Italia, Gjermania, Belgjika, Franca e tjerë, ai vetë denoncon personi dhe i hiqet kujdestaria nënës. Pse? Sepse këta fëmijët e gjithë botës vinë jetë me 2 prindër, pra me nënën dhe baban. Dhe të dy, vetëm kur e parashikon ligji, që ka bërë një krim njëri nga prindrit, që ndikon negativisht në jetën e fëmijës së vet, në qoftë se bën bashkëpunëtor në krim, vetëm atëherë e heq kujdestarin. Por ama dhe ndaj një nëne ose babai, i cili nuk i lejon fëmijët që të takojnë prindin tjetër, që bën vetë gjyqësi, vendos vetë se ku do jetojnë prindër, ata fëmijët, se me çfarë do ushqehen, se ku do lëvizin në përballë, se çfarë aktiviteti do bëjnë, këtë do takohen, ku do shkojnë tjetër, këtë nuk ta lejon njeri në botë. Mund të jap një shembull konkret që s'ka asnjë muaj, se si, domethënë një shtet i fuqishëm, ja hoqi nënës, më dëgjoj deri në fund. Ja hoqi nënës kujdestarin dhe ja dha babait. Pse? Se e kishte marrë nëna në qefin e vet, pa pyetur fare baban, pa pyetur ligjet atë shteti, që thotë kur është minor duhet i ketë të 2 prindit sepse kanë të drejtë me gjykat, ta heq kujdestarin pikërisht atij prindi i cili
e cënon jetën fiziologjike, psikologjike, shpirtërore të fëmijës, duke krijuar arbitrarisht një mangësi kur babane ka gjallë. Dhe po ta bënte këto babaj, përsëri të njëjtën pasojë juridike do kishte. Përsëri do përgjigjesh para ligjit. Se po shkojmë dhe drejt fundit, zonja Florie nuk e di nëse ke diçka të fundit për të thënë. Kam se ju nuk më lap por ndoshta unë të premtoj, Dashur Florie, unë të premtoj, unë deri në datën 31 korrik e mbyll sezonin, pra jam edhe një muaj në transmetim çdo ditë. Dhe të premtoj, nëse ti ke për të folur dhe do që zëri juaj të dëgjohet, patjetër që unë do t'jap kohën televizive dhe këtë gjë ta premtoj. Edhe nëse ish dhëndri dhe ish krushka juaj nuk pranon të vi të përballet, unë kohën do t'ua jap. Kështu që të premtoj dhe pas këtij transmetimi do të marr në telefon për të caktuar një datë dhe për të qenë pjesë e pajgjurmit. Patjetër, është përmendur familja juaj, është përmendur vajza juaj dhe ju keni të drejtën tuaj për t'u përgjigjur të gjithave akuzave që u ngritën në studion e emisionit Pajgjurm. Vetëm më mirë kupto për minutazhin. Kështu që do jemi në kontakt dhe të falenderoj. Mirë, bëjmë shkëputjen e fundit. Do të prezantoj një klip të shkurtër dashur miq, bëhet fjalë për prostatolin, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio, jam drejt fundit. Nuk e di një mesazh të fundit Besart, ndoshta në ditën në vijim mund të jesh dhe përballë ish vjerës tuaj. Patjetër që do jem. Mesazhi i fundit është i bëj thirrje Ministrisë së Brendshme dhe Interpolit të Shqipërisë, gjenden fëmijët e mi ku ndodhen, nga kanë kalu, dhe ta di a janë gjalla vdek fëmijët e mi. Sa akoma nuk kam një telefonat nga policia Puks, se ata janë bashkëpunëtor këtë ngjarje, edhe e them me plot bindje se jam zonuar nga policia Puks, e kam edhe me prova, ju thash, unë bëj thirrje të gjenden fëmijët e mi, bëj thirrje Ministrit të Brendshëm edhe shefit madh Interpolit Shqipërisë. Shpresa me të njëjtin përgjigjem si tha Quni, unë i bëj thirrje asaj ish nusës djalit si të kthejnë fëmin dhe nuk është problem se ku është aja, por fëmija të jenë në ndjeni, të jenë të familja vetë, pavarësisht se ne jemi familja dhe edhe për çaj foli e ama nuk është problem se flasin se unë do t'jem përballë saj, për çdo gjë që të ketë ndaj me dhe që do t'kem. Unë uroj që Sidorela edhe në shteti do na ndihmoj do njoftoj për këtë emision, ish nusja e Besartit. Jo, mesazhi më i rëndësishëm do të jetë pikërisht për Sidorelën në mënyrë që ajo është e shkolluar, se kështu ka. Është e shkolluar, të mendoj që 2 fëmijëve të saj duhet patjetër babaj, që të kujdese për mirëritjen e tyre, dhe do di Sidorela nëse vazhdon me këtë kokoforcinë e vet, me arbitraritetin e vet, me vetgjyqësinë e vet, mund të përballë ligjit për pengim të ekzekutimit të vendimit të gjykatës shqiptare. Zanelgji, unë të falenderoj që të pata sot në studio, falenderoj, do t'jemi bashkë në kontakt dhe uroj të takohesh sa më shpejt me fëmijët. Faleminderit. Mirë, dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër live ora 16 këtu në Report TV. Bashkë mirupafshim.